kush ishte Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Emri i tij ishte Ali, i biri Talibit, i biri i Abdul Muttalibit, baba i Hasanit dhe i Hysejnit. Nëna e tij quhej Fatime, e bija e Sedit, i biri Hishamit, i biri Abdul Menafit, prej fisit Hashimi. Në të njëjtën kohë ishte dhe vajza e xhaxhait e Ebu Talibit. Ajo ishte ndër njerëzit që emigruan në Medinë. Gjithashtu, ajo është e para grua nga fisi Hashimi, e cila lindi një Hashimi. Më vonë, ajo u bë muslimane dhe emigroi për në Medinë. Ajo ishte një zonjë me një pozitë të rëndësishme në kohën e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ndroi jetë në kohën e të dërguarit të Allahut dhe i dërguari i Allahut i fali asaj namazin e xhenazës. Enes ibn Malik transmeton, kur ndroi jetë nëna e Aliut, vajza e Sedit, i dërguari i Allahut hyri në dhomën e saj, qëndroi pranë saj dhe i tha: Allahu të mëshiroft, o nëna ime, ti u bëre nënë e dytë për mua, vetë ndenjë e uritur, ndërsa mua më ushqeve, vetë u kurseve në veshje, ndërsa mua më veshe, e me të gjitha këto, kërkove kënaqësinë e Allahut dhe të fitoje më të mirën në ahiret. Më pas i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, urdhëroi që trupi i saj pa jetë të lahej, pasi i sollën ujë me kampur, i dërguari i Allahut e spërkati trupin e saj, hoqi këmishën e tij dhe ja veshi nën Fatimes si qefin. Më pas, i dërguari i Allahut thiri Usama ibn Zeidin, Ebu Ejub el Ensari, Omar ibn al-Khattabin dhe një djalë me ngjyrë që t'i përgatisnin asaj gropën e varrit. Kur ata mbërritën në fund të tabanit, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e gërmoi vetë pjesën që kishte mbetur me dorën e tij. Pasi mbaroi i dërguari i Allahut, u ul mbi hapësirën e varrit dhe tha: Allahu është ai që jep jetën dhe e merr atë. Ai është i gjalli që nuk vdes kurrë. Falja gabimet nënës sime, Fatime bint Esedit. Shtia asaj në mendje gjërat e nevojshme gjatë telkinit. Zgjeroje vendqëndrimin asaj për hatër të dërguarit tënd dhe të dërguarve të tjerë para meje. Ti je mëshiruesi i mëshiruesve.